pasëm kish kalu, e shumë shpejt janë martu. Burre gëlu që rallka, ka të besër mos të nda. Qohet burri për pesher, kishë kur qykur se merë, pënë thot mu për njerë. Hajt shpip, blej një kërë. Një problem na tull me njerë, kishë paten qafer. Mirëmbrëma, popull i Ngull në Krezit. Mirëmbrëma, emisioni 70 javë me juve pa ndërprehiq. Unë dhe Jeton Zogjani në emisionin tuaj më të ndjekur në Breaking News e fillum me valle se na jena popull i supit me sup. A kena kredita, a kena probleme politike, a ardzohën njës, heq Jeton s'narin. Tash Allah, këti ti dorës. Me rëndësia është që cëp jetë që ka me kalu me dojre, me shëhret. Unë nuk po pajtona me padiri në asë një moment kër vjallë për men kredit. S'kredi, ato vjen rata, e kem dikon një fotografi që këna me nëzirë ratët e fundit kredis që e pagu njoni në bombë. Mi që në prejki, kish bazar dhe sape për me kry, kështu që me që mi kesha jemi në emisionin në 7 vjetë për një me shumë falenderime edhe kjo na jep edhe ma shumë forcë dhe kurajo për me bo ma të mirën e mëndshme. Nga njëherë dhe na nga mos dija po thëmë që muna në herë dhe me hush, por që nuk e kena me qëllime me tendencë. Që theke Jeton Zogjani dhe kënë emisionet e kalume, për shembull për në i punë, theke ka pas përime. Sikur Amerika që e pat përime me Iranin edhe me Izraelin. Shkoj alëshejt një bumbë, edhe a dishka tha Jetoni, shumë kom keshin me deklaratën e Trumpit. Tha, Blerim, mirë se u ktheve në emisionin tonë, Blerim. Blerim? Mirë se në normal, Blerim. I tha, ai konflikti, tha Izraelit o Iranian, tha ishte si më rrejt dy nxënësat e shkolla, tha dhe shkoj prindi i kapi, ka një shkollë i krej përvesh edhe. Ama tha që tash i kam do punë ka Ballkani. Me siguri, po ajo nuk është çështje e temave tona. Kur t'i vjereni na që t'u jemë e ka pas përime, edhe na e kena pas përime, edhe aj që ahin kredit nga. Përime e ka pas përime. Edhe unë vetë kër kum hin kredit Blerema, dhe që ka kum pytë sa një par, aja që i ka të shkru kreditin, i thëjsha, nëse unë për shambull mas një 10 ditëve i marë 3.000 euro dikon, a ban mi prunë? Aja më vajke, po, ban. Edhe ju keshke? Po ju keshke se isha i 3 milion ti që ja ka thot një të pjallë. Qëre, në qofë se në bank i merë 100.000 euro kredi, me që jem të kredia. Po. Dhe më thonë, peng i bankës jeni veç ju, unë këtë rast. Po. Në qofë se bankës më rrinë mja kap një 5 milion kredi, atër të e ki bankën peng edhe kur mëse vrit me. A së të një kodëm se që? Ja, ti e ki në dorë. Dorë e kja, po na e kena forën se kena angër kredit me ka 20.000 euro, bërzi kredita ja kjo. Edhe tash a vete kredia të shpejta na ka vyjë pare që ashtë dhe kena vetë a ban mila mas 3 javë dita. A ban me full. Që e një sen, për shemë për dalim në Kosovë dhe në Shqipni edhe në Mazhdeni, që të na edhe këto është a ban me full. E në Shqipni e kanë të kundër me lërë të flasë. E me lërë të flasë, ata janë marë. Sepse nuk i le kush me full. Të na nuk e qelë guri, goje në kush me thonë për diçka, veç ka njerë kur dje hesabit dhe a bëm me full. A bëm me full, për pipi zuri. Ata s'nolën esh, me lërë të flasë. Me lërë të flasë. Ne el shumë atë materialin që patë, shumë materialin e lezës të ndjerë. Në ashtë me pas që dhe pak, vishë dhe pak. Po, pak që me lidhë pas taj me materialin. Shumë Blerim që t'ja kujtojnë, leja zonin pak kështu apeliti, kombinohë Blerim të jetë atë punë. Shumë, jetan se shumë materialin se kena lëshu na si shëqni. Po. Dhe ma ideja që na kena lëshu si shëqni. Jepi zo pak Blerim a shumë? Jepi zo, Blerim edhe tani ta lypëm na materialin tjetër. Edhe për në studio Blerim pak. Po, mirë, atër. Dhe më dajnë në konë, jeton, këna pas dhe doren edhe si popull, edhe si shosni, edhe muzikën e këna pas. Ta shenë do të trende. Blerim, shko jump, që i thëjnë kësë në gjuhën jump, shko të ngër trendi. Na do e diskutojnë, qërët është
Gjeneratat, jo vetëm të na jeton. Që? Un che? Un grr. Un che? Dammi un tu, ta, ta, tu, ta, tu. Ok. Qërë tash? Qërë? Dammi un grr. Un che? Un grr. Un che? Un che? Un che? Blerima, Un grr. apo banë edhe ti Dammi un ngërë? grr. Un che? Un grr. Blerimi ka dyër, gërë. Qërë, da, tik. Shka, kjo punë jeton. A ka mundësi me arrit pak zonën? Po, s'ka lidhë veç gërë. Zonën nuk e dëgjoj mirë. Un che? Un grr. Un che? Un che? Un grr. Un che? Un grr. Shqeqer gjeneratë po vi. Dammi un grr. Un che? Un grr. Un che? Un che? Un grr. Un che? Un grr. Un che? Un grr. Dammi un grr. Un che? Un grr. Un che? Un che? Un grr. Un che? Un grr. Un che? Dammi un grr. Opa. Un grr. Un che? Dammi un tu, ta, tu, ta, tu. Ok. Po s'ka faj, që tash keni me po në fund materialin. Opa, ngër, e dëmi ngër. Jeton, kjo janë një trend. Dammi un grr. Që? Un grr. Okay, dammi un tuk tak tak tuk tuk tak. Okay, dammi un. Që? O, Bleri. Bleri Ma ma. Kalzeni Barcelet, se në kam qare. Ani Kalzovic. Kalzeni Barcelet. Loq, ka majtë të pojna unë e të njerë. Ja? Dami unë ngërë. Damien grrr. Okej, flalë, gjerim na falë. Hajtë Kalzo Barceletën. Shpasor një dërgum edhe thët krejt ka tuni thët që kanë me pi ujtë e filan burimi i kalzojnë mretit thët kanë më tranu thët po te thët edhe gruja jote thët nuk bën mi kalzu si qaj ujtë tranan I lumë për menë. I lumë për menë edhe mirë shumë janë esin ka tuni dha pe një uje pe e luj lojtën tha krejt met mreti vish me gru si lëp tha o bënën më tranu Edhe këta dy. edhe tha dë qu tha gru tha shkojna pina uj e tranohëm edhe na se ty bëni dilet kësaj punë Në, ku jetoj ka kështu normal. veç kur të më shehën një ditë të ban Grrrr. te e kri dhe jetën grrrr Dami ngërë. te e ka patini për mlak grrrr ka Blerima e kom. për që kena Shush ka tha, shka tha? po së në rregull A e kom këto, a i një kanë pushim ka Shqipëria këto ditë se neve në ka ardhë një video për Muharremit. një kërë me gru Një kërë Lësho Muharremin, lësho Muharremin. Gati heva gëhlo, ajde se të përdojgje, amon zemrën o. Erdi Muharremi prej Dorën godjemi, I ka ta zemër. gjumi vonë, se ka Ma qenë mirë si ta së Muharremi. mëron, po e ze gjumi sot në se konë. në inditet ma thira Gati Këtëre heva edhe Jo, nërë po pse? pa se leve ma të Po mirë s'ka lidhje se Ja, apet se e kthejnë, a mbulon, veç deshta me a, thonë diçka. Apet ma mirë Muharremi se Damien Ngër. ja, Lësho ma edhe rrimë një që në gjamba. tërë shumë, hajde ja njerë ma rrimin, a ka mundësi? Lësho bjullir, lërim. Gati heva gëhlo, ajde se të përdojgje, amon zemrën o. Erdi Muharremi prej godjemi, I ka ta gjumi vonë, se ka qenë ta së mëron, po e ze gjumi sot në konë. Zonin se Aleksandr Gjokaj po të dërimi e paska. E, fantastik, a? Fantastik. Natyrgjik I mirë, fantastik, edhe për shumë si të adën që ku ndasëm, tash edhe kua ndasëm. A vënun po, këta jem vënun se jem kam pra Pa, mdojë, se një kom ne mdojë. tha ndasëm vënd, ta Muharremin benzen gjumin kom. Ne publik I jem edhe I jetonit, I televizionit, alëzat se jetoni, po më thot pëse pindan publikun nuk pëndojnë, më thamë publik I jem I dashur. Edhe unë nuk jam si jetoni jam pak si kur komunist. Shok e shok që din me thonë ka njerë. Është egocentrik. Vëzër dhe motra. A ke pa të kërton në televizor që janë Sublimimi I genex. egocentrik, Po. toksik, Toksik. po ambient toksik, e kanë toksifiku, e kanë
dehumanizu. Dehumanizu, ti je shumë, që shi thënë asajna, asimpatik, kërë ti simpatik të një apatiak. Ja, ti nuk je as pak empati për një. Empati, njerëzit. Empati. Edhe shiko së të të vanjë. Sa ardhën që shtë empati ma kujtojnë atë cigarë në pati. Jo, hajde, po shiko që janë pak mosh ma shtyne, vikojnë. Pa, edhe tash kur po dalin me full, a ke pa Fadil, kur po dalin me full për këtë luftin e re, u bani farë termi proxy. Proxy, kur dy palë, kur pala e tret, i vetë dy palë ma dopta në luft, që kja po thërke proxy, aja pala e tret është shqyrë për i bregut, Po gjitha konë që ashtu? Proxy e tash, kur flasin e për debatet televizive, kjo lufta proxy... Edhe hibride. Po, edhe hibride. Hibride është hetë. Ja, lufta hibride, ama definicionin e luftës hibride, ka disa debate në Kosovë që folin për të bëj beqin ja 2 vjetë për luftën hibride. Edhe një natë për netve një gazetari tha, apo në kalëzën, zot një e apostrofej një anë dhe qka është lufta hibride, diçka lidhe me Rusi. Mune, kërë thujnë lufta hibride, më kujtojnë ata hibridat që shkëshin... Na i thëshëm blerim me më shumë. Edhe kolomoq hibrid. Jo, kolomoqit koq, na i kena thonë kolomoq hibrid. Ajde pse tash, a përshë që ka kuptim fjalla hibride? është si tip me koncentrate, me ndërhyrje në fare. E po thua që veç që kjo është hibrida? Po dhe se nuk e ka bo. E këto kjerët, a me bleta është të kjerë hibrid që janë? Jo se janë me luft hibride mrena. A me hibrid? Le e marrë kujtijën e ti tash më pështin e fellën. Po edhe kur i njën këto ma abetet të folë për një ekip parasysh që thu krejt na i dim veç që këta jenë metë dhe mi thonë që tybe dhe ata ka njëherë kur i vendosin ato fjali, vendosin në një kontekst që i dekontekstualizojnë vetë ata kur i vendosin. Pasha zoti, kur ta thot fjallin dhe të ishala, së më ka një kërkush. Ishala së më ka një kërkush e të. Edhe të dollë për emisionit ja bëndë, a mund është losh ka e më prej montaj se që të e kom ba mot. Do ma e kom gatë më truket. 54% e na në Kosovë, Fadil, ka dalë stash një sondazh që, më thonë, shkrujnë ati dinë, po kur lexojnë s'kuptojnë. Pa, dhe në qështë është braja është... Edhe tani kur dalin televizor i flasin për proxy. Ai, zati. Publik, na e kena ndërmen me full që ata që di na... Erdi Marremi! Marremi, që ata që... Prej Golemi! Prej Golemi, sufloqet e nxeta, pram kam qenë në dasë. Erdi Marremi nga Golemi! Çka thot Blerim? Marremi ka nejtë dosën vonë, karta vaj plazhi. Vaj plazhi. Koko banane. Banane. Shka që ke materiale avninja, shka kena desh me thonë? Hajde o avni. Shka kena desh me thonë? Avni o ka nejtë vonë, për mërgjumë në gohë. Dhe që pak avninja, shumë Blerim që ke shka që ke avninja 04? Gazetari jonë avninja. I ban temat fantastike. Do me thonë, i ban temat fantastike, publik i dashur. Shekullin 28 jemi. Nuk loke, se në javë nuk ka punu, s'ka Ne bojnë amgërë. Elementin esencial për jetë nuk e kemi. Si të jetojmë në këtë fshat? Kështu drejtohet institucioneve të shtetit se t'ki mamuti. Banori fshatit Arnaqi, i cili tasha 10 dit, nuk ka ujë as për pije, as për nevojat higjienike. Po që kjo është, kështu shduket populli, ndrejshë nuk e shka me shduk. Unë 3 kom, as njën në shpise kom. Din Gjermani, njën Itali, edhe u ka kri puna. Qka lipën, unë 2 vjetë plesh këna mbet të shpia, sebe që kësaj punës, buk s'ka, uj s'ka, bukën në ndashim për para, financime shtetin nuk në ndimujt e kërkush që me mbil tokën me punua, edhe qka u bu puna, mora që kush mbasi existencës bukës që marrë që të është të rëshë. Edhe qëti këna mbet që këtë gjendje ku këna mbet, një avë ditë në 40 gradë temperatura, sot në këtë ditë mos kete paj kujtit, paj ujt, ta freskojsh shpetin të. Përveç Satkiut me munges të ujit për balën thuaj se të gjithë banorët tjerë të 2 fshatrave Arnaqi. Në temperatura 20 gradë Celsius, 2 fshatra të komunës së Sarajit, Arnaqi e epërme dhe poshtme, për balën me munges të ujit të pishëm. Si pas banorëve, 3 muaj të verës, këto 2 fshatra gjatë disa viteve tashme për balën me munges të ujit. Hiqe Blerim. Një me adull të lavari. A di shka e tonë? Nuk ka me të kur gjë. Një me adull të lavari. Ku adull? Adull, a hinja. Qërë, të lavari mund me dollë, e me hi.
Tift breva. E me shku... Ma, Me shku... a pe din 20 emisione na morë me taravarin, Njerëzit. na uj për ta hret nuk kena. Të ma na bëhet reshka për mas... Na bëhet Po, më falë Blerim, seriozisht e kam. Na s'kena uj, kur shkojna në toalet. A më taravarin Më raj, tha njeri 40 gradë, nuk kena uj me pi, me freskur, tha që shpirtin. E, të na... 3 fëmijë tha i kanë, 2 në Gjermaninë në Itali. Pa, jam migrim. Po dhe, po s'ka uj më Politika la. e ka bon. Po s'ka uj më la. Taravari, hin dil jërë dhe jesë. A më me rëndësia është që taravari ka a mirë me shne taravari, vla. Publik, na shkrunin komente, prej me e kam ashtë mirë, taravari edhe këta tjertë Ka politikanë. rëndësi që aj agja nuk ka uj me pi, me rëndësia është na ta kemë shëndësh Taravari, në vla. po. Që, Lali Ahmetin, edhe Izet me Po gjitin. me rëndësia është politika me koshnash. Me rëndësia, po qa ka rëndësia, qka pi vynë ati agjës uj? Qa i vynë Po uj? i ka bo do vjeta, i ta shkëpri Po me kujtan aj me uj mu freskuaj. Luks po lipaj. Më kujtohet një plak, më kujtohet një plak, ja, për i me kam, për me lupi me, kjo puna për me lupi Uj me. quhet lip. Temperatura 40 grada i lip uj. Ka propost, Lip uj njëri. thej ke një plak, Blerim kalzeke për luftën e dytë botërore, tha, kur akon Gjermani kësaj, dhe tha, nuk kishëm uj në qeshme, tha, shka kena hek, të piku akolla. A i kishme, ati kish pas... Kish pas hec. Vike, tha nemci me tank, përlisi e në tonë dilke. Dhe më thonë, është mirë me orë nemci kënina edhe me livru edhe njëre, bili me botë tokë pjellore, për i me e kam, i mjellëm të kupira, bili i bojna Evropës, që tash qysha bon kërjis për ushqema, për dyn. E, para me na e mi gjelef ke uj. Zvar uj, shka të vinë uj? Uj. Pak s'pilar. Me rëndësia është, 20 emisione në amor, avnio, që e përgzaj shumë për këtë historie, u shku e ka bo, një pikuj, temperaturat 40 gradë, nuk ta qetë në qeshme. 3 muj ditë verë. 3 muj ditë verë. A e din që sa unë e kanë... pata përshtypjen që fshati është afer Shkupit, a? Saraj, komunën e Sarajt. Se jetoni, ju e dini publik që jetoni është nga Republika e Kosovës, nga fqiu i onë jugor. Verior, ka jeve. Veri përindimor. Nga fqiu na që po. Nga fqiu. Jeton, nuk ka më rëndësi ku është Katundi, as fshati. Jo, shumë më Është element. Ja, di pse është më rëndësi. Shumë leme pol. Jo, Blerim, lëshoj sekondat. Lëshoj sekondat. A din pse është më rëndësi? Se është ofer krye qytetit. I mërë për Saraj ka krejt uje, ka gjithat vend, i e shkoj ke vizitu. Para menën një fshat i thellë, malor, si kur pëzim selsa. Hipotetikisht. A ki parasysh që më të roha reja për që e vrinë t'i dorë në shtetit? Po, këta politikanë tonë ka i të ndollë në rafshë. Taravari mirë është? Mirë, Duhe në rutroni këti parave. Taravari është mirë. Mirë është taravari. Përveç taravarit janë edhe këta tjertë mirë, tash janë të bogati kadal me shku në pushim, kur të kthejmë për pushimeve të ne me hi pak në ashtë të zgjedhjeve lokale, komunale. Veç e kështu, Fadil, si është një jem këgja nervas. Në përgjësi në nervas. Në përgjësi në nervas. A shkojna pak në vlorën e Ismail që majtë bejtë? Në vlorën e flamurit tonë, komtarë. Shkojna në vlorë, Blerim. Tash në kohën... Po të shka ishtë se mi dalë në rrugë, këqërë? Ja, s'pat vetë kejtë, lësho. Se pëzën u dhe berat. Nervaz jem. Duhe në rutroni këti popullit. Që shke baki, vi u Blerim më Fatile, a kuptove dhe më thonë që shke storja kësaj? Unë e di që vi që jena nervaz, s'ka nevoj historie, jo ka zo ullën. Jo, i ka dalë aj rasisht, sepse aksidentët nuk ndodhin me qëllet. I ka dalë rasisht në rrugë, edhe kjo e ka prejk pak. Edhe të ne e bo nervaz. Tani, veç ka shku të ju double fishu nervoza, edhe mos ja ka do, vëngej. Tash ma kujtove mu, ma kujtoj publiki jo një doshër, ma kujtoj e kish ble njone një kërë, Allah runa, 2-3 milion euro s'pi marrveshën e këto të shtrejt. Ja, 2-3 milion jo, ma pak. Për Bugatti, a që si sena, ma shumë i madhaj.
edhe dul njoni me fiqë edhe në semaforin e parë, aj me fiqë, bap, i më shëjtina. Edhe ki po pëqyrë në gjam, aj dol për në gjam, tha, ma bo halal be shok, tha se fukar Allah, kesh të menu, ja rrima, ja ujë, ja pagesa, peshe dhe vetë. Hani ojë, ma ka dalë, adi tha se mund është me ban ajdan. Tu vozit në për qytet semaforin tjetër, aj, pak ma hazë, kështu, këthy, pjavon, falve ojë, tha, ti e, tha, po një njëti, ban ma halal. Tha, jo, halal të ko, po, ka ki me shku që me të zatetëm mo. Tha, jo, në që kënejmë djathë. Mas 10 minuta ba apet. Të po nërvaz këme kërën e shtrejt. E ju s'jel atina ti më shaj atina me fiqë. Ba! Aj, ku jetu këqyrëve, tha, më falë, be ojë, tha, se kesh tu ulonë, ku pa t'ilë në banjo në kërë. Tha, hisë ku më ba. Kështu që edhe kjo akon tu ulonë në banjo, atjeran. E jo, mos akon të shku në kafe. Se a desa, a ke pa qarë sikletin a kopë. Blerima, atë ka ndohë, kur bisha nena ti, prej lagjës tonë e kënina njonin, unë e kom për cilë jetën, seriosisht jam të folë, e kam për cilë, kerin, qëpar hazin në për Kalablak, në pra në vishë kërë kom po në kafe. Kjo të regohet, edhe si Barcelet, që i kishë dhe ka të shtopat edhe i qakita që i ka kërë, tha vëllaj edhe ku me dalë me pi kafe. Për që këshërë materialin? Që, këshërë materialin për kafe. Shqiptari në vend të doktorit shko në kafe, në vend të gjilpërës pi një kafe, në vend të punës rri në kafe dhe ankohet për hallet e vendit. Kjo është një nga ironit më thyrse dhe elegante që ka përdorur Fai Konica për të përshkruar zakonet dhe sjelljet shoqërore të shqiptarëve. Një shekull më pas, shqiptarët nuk i largohen filxhanit të kafes. Në çdo lagje, në çdo cep të qytetit, duket sikur një bar kafe e re. E re është hapur. Ngop. Blerim, mu më ka ndodhë, që kjo më ka thonë, jeton për më dhamë kryt. Mere një kafe me liman. Me liman, po. Qish më kafe me liman, shko të doktorit, kryt dhamë për tensionit, i ke ba 50 vjetë, 40 vjetë, du të më shku më kontrolu. Qore Fai Konica, përse ta është Fai Konica? I ka ditë. Në ka njoftë. Edhe qka më vjen i nati që rilindasit tonë, Fadil. Ja, ola te, kur po folë që të rilinda, ja, për në me, po, rilindasit kuptoj rilindasit tonë, po, falë pak për publikun tonë, rilindasit, ata e dim ku shinë kom, po Fai Konica, thoi. Fai Konica me shokë. Me shokë të vektë dhe shokë. Qa që në konë di shumë, para shumë e shumë vjetë, edhe najna vo, Damjeska. Blerim, mantona pak shpejt kështu dyve herë muher jetonin që ta bojna pastaj një trend në TikTok, adin t'i ndrojnë ato ngjyrat. Damjeska pak, kështu shpejt, damjeska pak. Jetonin direkt, damjeska pak. Damjeska pak. Pasar se të Fai Konicës të bog damjeska. Të u grith. Dhe më thonë, unë e kom nonën gjallë edhe E përshëndesim. E përshëndesim, pa fund, njashtu edhe babën, po, pse e lidha me nonën dhe ke asë ngritha të mosës e të qenit nuk është mirë dhe ke me shkil. E lema më grith dhe. E moca është sinonim se moca nuk ka goditja, për shemë, nuk të rogë kroshe, aja vish, krrrr. Edhe kjo është një farë... Sinonim. Sinonim, për më do këtë është... Magji janë të navonë. Që dhe këtë njoni qysha e mundër për mes telefonit me të ba magji? Po, hajde përse unë lidhe në emision 70. Kështu mirë veshët... Mirë veshët, po e kam një siklet kur të më gushtuat që të gjokësi sa dhe, në ashta që e gjokësin e malë. Po, drangu, veç i kamera po ta zvëglen ty. Edhe hunën ta zvëglen. Ja, vëllaj, ja s'ta zvëglen, vëllaj. Ja, vëllaj, s'ta zvëglen kamera, hunën një. Me që jemi të lirindasit tonë. A ta këshirëm një lirindasit tonë, shka të hekë në burg. Ja, ka dali. Ja, i liri. Ja, ka dali, ma nëse, që kemi diçka, që që ke shrukte, me dorë tonë ke shrukte. Po shako lidhje, be? E ke fjallin për sponsorin tonë, po sponsorin mon edhe mas i lirit. Edhe ta, shkur do Blerim, a shkojna me Emelin, Blerim për shembull? Para i lirit, po shkojna me... Hajde, Blerim, shkojna me Emelin. Gocevo gelo... Masoven me nëse do te piha, shkoni ju te Emeli, Përballë shkollës Liria në të top, gjendet kompania Emel, Tepi dhe Tepison, e cila vjen e ban matjen, prerjen, gjitha
Shkepjen, që shkepjen. jeni në gurbet, mundi me porosit online, me komuniku në për rrjetet sociale, me email, me ja dhonë qelçin, me i tregu ku e keni shpin, vini rregullojnë, kur të vini në gurbet, i keni tepi të shtruar. Falënderit shumë email që jemi neve, e na po qelçin, hajde ta shpjegojmë dërim. Dërim ta shpjegojmë sikur kjo që i rezervohet hotele Airbnb janë do kutia edhe kodin. Pak me anis tani kjo. Po, jo, unë mund kujtohet, tani veç ako më vinë. Se ta përguzona, që s'le shumë qenë. Vish pak me... Dhe kom kalzuna ato kur arë gërbet qari, tha, ja qova golfin, a kona ja për, forja, ka me përsërit shpesh se shtinën dytën shumë kom pas kesh. Të kujtohet edhe ty. Tha, dola ja qova vllaznive, tha, prej Zvicrës gall dyshin e ri kur shkoj, tha, kere, pjava, ba me marrë kere me dal derin me all, me pi kafe, tha, hina atë të gjamin i shaf ciger. Qelë si s'ki ku me shtin, tha, ja këshim prishat farbravën. Tha, pjavaj, po du me dhez, tha, nisi me leviz kere vetë. La shka o bon, tha, veç kërë i kom një smite me allës. Shtinën dytën! Ata që nësu me shty. E kanë ditë. A shkojnë ade në Shqipni edhe një herë të këqyrëm... Kejtë me ujnë aso dhe lidhë. I liri me bidona dishka kish problem. Se këna lidhë me ujë se sot konë në vapë. Po, edhe vapa, kia javë komplet. Në VM do tjetë vapë me vapë. Kujdeseni. Kujdes ujo luks. Kujdes me rëndësi është që ne ti kemi politikantët të shëndosh e mirë. Sidomos të ravarë. Shkojnë me Ilir Metën. Ilir Meta që po thëtë? Ilir Meta. Me bidona. Se uji një orë, na vjen. Ja, histë ka prej. Lohëm me bidona se uji në burg vish një orë na vjen. Ilir Meta ishtë president Shqipnis, lohëm me bidona se uji një orë na vjen. Ne bë ka pasë dhe diçka tekst. Ja, s'ka pasë, hiq. Mare ka dhe ja, ma s'ka, hiq. Ja, s'ka, që, lërimi pa, s'ka. Ja, s'ka, ja. Ma me bidon latë. Laën me bidona ish presidenti Shqipnis. A dhe të ravari ko. Me rëndësi është të ravari me konë më shnash. Damjeskër. Ka përpos kjo. Damjeskër. Lahash, Ilir Lahash. Kur ta shtish dorën magjet shtetit edhe të popullit lahash. Nuk e di ma ka shti... Për shka është atë? Jo, qëre. Për shka më falë, për shka është Ilir Meta, ka mundë si më kalëzu. Publik shrunë që për shka Ilir Meta... Qëre. Hajde. Na këto nuk jena organ gjyqësor. Kjo është i pandehur. Deri sot gjykata... Hamburg? Po, kjo është në paraburgim. Deri sot gjykata të merë vendimin e formës së prerë, na nuk guxojna me thonë... Prezumimi i pafajësisë. Për neve Ilir Lajo me bidona je i pafajshëm. Kështu që... Kjo është me rëndësi. Po be, a jetan veç qito paraburgime të që shumë be gatë për shkojnë. Paraburgim. Hala, Ilir Meta ko kam paraburgim. Unë të menu që e kryti, shkreti, dele për në i kafe, këtë të dele për... Në paraburgim është edhe Rian Veliu. Halo? Veliaj, po. Halo, paraburgim. Paraburgim është edhe... Ja, kështu po shkon që shpo shkon. E kena zjedh një historie interesant. Pse po thuj interesant? Hajtë, vish para se mja një historie, po më interesant me ndimit, pësa interesant? Më thonë drejten është interesant mas pari për mu, se një gjëtë tilë nuk e kam dëgju e as ditë me parë. E për këtë po thamë që është interesant për mu. Me qëllim provokova, po të du me ndimin tënë? Në është ta më duhet edhe një herë me dëgju... Të një më do me ndima? Jo, për me kuptu. Me kuptu, sepse është shumë e koklavit në dëmëdon në Shkodër, e kishin një farë si ti po ju qëje, ku... A këqyrë me një? A bet a këqyrë më smirë, si po. Dhëndurët serbë nuk paguajnë familjes shkodrane për vajzat që martojnë, e thot me shumë bindje edhe Gëzim Gjoka, i cili prej 25 vitesh drejton një agjensi martesore në Shkodër. Ai pohon se përmes kësaj agjensie janë lidhur rreth 600 çifte. Para thot se nuk merr as ai vet. Ka përfitoj unë? Argëtim edhe xhiro, udhtim, ajrosje, asnjë gjë tjetër. Kam punuar përpara, nuk kam pas nevojë me marr këtë punë për sipër, pa e kam nis.
mi ban legale me lanje më të mirë edhe mes me korrit familjen që kam trajt vorën e babës. Shpenzimet do dimulojnë dhëndri për punë të vetë ajo në dhëndrit. Kurse lek mund të shkojnë 1.500-2.000 euro. Tana. Njohja dokumentat, legalizimi, kontratat e noteri, nuk. Çfarë kontratat e noteri bën? Marteset 99 vjeç europiane. Marrveshje 99 me gjallë vajza nuk martu nuk ka metën rrugë vajza, nuk metën rrugë atje, po ka dokumentacionin. Dhëndri nuk paguan familjen e gruas që Jo, si lek. I bjeni kile raki ose i dele në bagazh, i bakshish, po jo lek, jo. Nuk shesin shqiptarët, nuk më nesh me bje shqiptarit vajzë, nuk ka. S'kam ligjuar, nuk e di. Tash 25 vjetë nuk kam ligjuar këtë. Nuk ka nëllë fenomen i tjellë me mua. Qa bajnë tjetë, ka gjithë faret. Po unë nuk kam një, nuk e di. Gjoka thot se është gjithmonë prezent në takimet e para mes çifteve, kur njihet vajza me djalin, dhe ai vet u shpjegon grave të interesuara kërkesat e dhëndurëve serb. Çka kërkojnë ata nga njëri tjetri? Njëri tjetri me respektu familjen nanën, babën, edhe me çu me pjek kafe nande, edhe me la me shpla, i ta shërbimet familjare, minimumin i ta. Je mu çu burri para mikën punë, po do me çu gruaj me shërby, si në kohën e kanonit. Ko para 50 vjetë. Ata i kërkan një shërbim mjesit. Me babukën për rrugë, për punë. Qashtu flasin takim para? Po. Ti u përkthen? Po, ju përkthejnë apo se bejnë djallit ose bejnë vajzë. Ndashta përkthejnë me protokoll, ndërçoj dikun tjetër, më javë 2 javë afat, menoje. Gjoka tregon se kërkesat për nuse shqiptare i merr kryesisht nga djem Ballkanas. Ballkani. Ballkanat si kanë ikë në emigrim, janë martu me shtetas e dy për punë dokumentash, janë da me to, edhe rikthejnë me martu me Ballkanas e me shqiptare prep. Ka nga ta shumë. Ka serb, malazez, bosnjak, kroat, dhe në Knin, dhe në Zajqar, atje në fund. Ka shumë si kanë shku heret, janë martu për hirë dokumente me mbo dokumentat. Janë da për ata arsye teknike europiane si Europa mos u bëft kur bashk, se jam degenerim total për mua, që dion nga përvoja eme, a shumë modernizim për ne, si na le rrit me kanonin e një stek. Se pas pjeti kanonin e një stek, me respektu familjen i e kot. Biznesi është interes momental. Familja dhe o gjaku i familjes është primare të unë. Në qendër të Shkodrës funksionon shoqata e serbë-malazezëve e quajtur Moraqa i Rozafa. Udhëheqësi i saj, Pablo Jakoja Brajović, thotë se është në dijeni për martesat e vajzave. Jeve se pat edhe një moment... Që moment? Dëgjo. Njerëzit janë pa varun, familjet janë pa varun, vajzat janë pa varun, djemt janë pa varun. Ata janë, zotë vendosin me marrë këtë dojnë për vedi. Tani, ju si organizat, çfarë funksioni kryeni brenda komunitetit? Ruajtja e identitetit kombëtar të pakicave serbe, ku pika numër 1 është ruajtja e gjuhës serbe. Ne një farë mënyrë deri sot me sa duket e kena ruajt, kena mirëmajt, dhe vazhdojmë të mbajmë të gjallë gjuhën në Shkodër dhe në rrethinat e Shkodrës, këtë gjuhë. Dhe më thënë që kjo qaja që ma herët thash ma ngatroj. Po flasëm për në Shkodër. Për që ka pas zëra që vajzat në pjesën e shatrat të thella shiten për serb të Malitzije kështu me radhë. Ka pas, po që tash ka edhe si duket një agjencia. Me zë e me figurë. Një agjencia. Tash pat me zë e me figurë. Po, ku thot që shërbimet për këtë gjë shkojnë deri në 2.000 euro me kontratë evropiane. Edhe ja jep në USB, se shkryj ka të një USB dhe një kanon. Po, edhe qëto aniva. Ja, mos një... Kjo son regëve, kur kjo son regëve? Une që ka menaj kejtë individualisht është një gjohë... Dashnija nuk një kofi? Ja, që ka menaj, për shambull, komunitetet duhet më respektuar me zvete. Ku ka pakica, ku ka njerëz të komunitetet në përgjësi. Po që në Shkodër, unë përbes
Dashnijës një kupi. Ma mirë lejme që të fjallë dashnijës, se tani na gjuhën, thojnë, a përdin, ka njerës të martunë me të lifarë. Po, pedin publiku shka. 99 vjetë ta martuat. E di, ama publiku pedin shka përdu me thonë. Mja pje këta kafe natjen, tha burit, tha... Po, ama publiku anë të di që kemë të thonë. Damien Gërr. Damien Gërr. Damien Gërr. Dhe qëta e feta, ma? Hajde shkojna... Jo, po shkojna që tash vakti i plazhave, njerëz t'i kanë kap qadrat dhe patligjonat e pulet e pjekta dhe kanë shku publik në plazh edhe kanë desht mingul kërk aty, po ju ka dal milicia ja ka bë Gërr Klshova piç pak. Damien Gërr ja ka bë. Ishte policia, as lejon pushuesit të vendosin qadrën e plazhit publik. Jeton në plazhin publik. A du të me pas vend për shembull se cili plazh ose se cili bregdet, bregu i detit, nëse janë private edhe ajo publiku, a du të me kanë të qyshe lejume për qytetarët të cilët janë vendali. Se s'jam të e marrëvesh këtë video nëne. Tendenciaz vjetin... Se janë tendenciaz? Në raport me bregdetin shqiptari jetë tendenciaz. Po s'kam probleme në me bregdetin shqiptarën, veç përsa që policia s'kan leju me në gjitë aty se i pengon ati privatit. Në plash publik... Jo vëse ka për plat. A po thu ka për plane se dosha? Me qëllim. Damien Gërr. Damien Gërr. Taravari, a u këthy ahini? Ahini Taravari. Kur jena të policia, jeton e kemi gjetë një material, blerim, këqyre policinë tonë se... Nga që e vogela... No, mosu për mirakel. Që policinë tonë, blerim, ju kësh prish pak. No, Damien Gërr. La polizia, no. Qëra, mon me ndodhë, dorën zemër mon me ndodhë, për me e kam. Figlio di put... Mon me ndodhë. Damien Gërr. Mon me ndodhë. Damien Gërr. Jedo, ta shumë e për të blajnë një pytje. Jemi të i prezentu disa videomateriale prej Shqipërisë, që si pas muhabeteve që i kanë ba politikan me renome, ja kanë oru që 2027 dhe t'jesh pjesë e Bashkimit Evropian Shqipërisë. Në 2027 dhe të mahat samiti NATO-s në Tiranë. Ka shansë që Edi Rama të bëhat të sekretar i Aliancës Veri Atlantike. I përgjithshëm. Edhe kur e shohim qëto, këto anomalit, Damien Gërr, qëto anomalit. E më falë, por s'do të s'po që spitimi, po për Taravarën e sena keni. Lërem, a ka na i lajmë për Taravarën me? O, mirë. Deti për ka shku, për që ta sa ka në vlo, qa. Qa, lërem se na hekin një fargojle për i mekim, se kena pa në televizor këto 2 Qa, vlo. O, vlo, a shku për para se me nisa, mu të shliru, pa. Po, Taravari, po të keme marrë dhe Sarojnë, që të një ta blerim, o ne? Sela e merë strugë, para me ndave shka ndodhë dhe këto, Sela tash është në Ali Ahmetin, Sela i ka thënë Ali Ahmetit unë e hi me ty, e këmë thonë këto, për sëris, unë e hi me ty në koalicion që ti më në strugën, prit, tash Taravari a dollë po hinë me Ali Ahmetin, po konkuron në Gostivar, atë ja bo kurthën edhe Alis, ja merë Gostivarin, ja merë edhe në Sarajin, se po të me qitë edhe në Saraj, atje Sela e merë strugën, kë bëhet me 3 komuna, veç kur t'ja këthesh vinën edhe Alis. Goce vogela. Qele. E maron edhe që... Bërim, sa jena me minuta veç para se m'ja nisë me volë kësë. 4 dhe... Shkabe vlokja. A dhe shpet shkojna njone që ka pas problem me dhamë. Që regullo dhamë? Ki shkom, Blerim, shkom. Zori shkime gjithë zhidhje. A shiroj si dhe? Me që jemi të dhëmë, mos gabone me i prek dhëmë me Brusalit se zhidhja është në Prishtinë, Dardani, të korona dend,
për tela, për fëmijë, për të rritun, për mi rregullu, venirsa, gjona, sene, tani mos harroni drejt Prishtinës çmime të lira e të arsyeshme edhe për një me më dok bukur. E gjeni në të gjitha rrjetet sociale, domethënë në Instagram, Facebook, veç e shkruani Corona Dent. Jeton. Çubre veç pak. A më tho bre ti me slevistike. Provojna veç atë. Shohi dan, shoh. Damian grr. Ja. Ja, ma se regjëm. Hajde. Shoh që shpuret që do të urrej, o vlerim. A ka mundësi na i kosh mund kallëzu publik në komente, në Facebook, a ku të na gjeni dikon shkaq kjo punë. Shoh vlerim që shpuret do. Haqone foli për ty. Gjerim, që për shumë adhe njerë, por zotën për fillimin. Se qaj në midis, qaj fillon qiet. Qëre, Gjerim, qëre. Qëre, si qiet janë isë. Qëre. Fing! Vala po silke në trok tiju. E ju ka rejë, që ashtu si rrë. A shkojnave me blok marketingut? A shkojnave me rejha me dhënë ti. Qëto? Vilja, para se me shku me marketing, pi kopun dhe rypa e patim njani tjetër. Qërë, na veqina të e para gjiku, bë kitë energjin e keqe e heka i njeri. Unë nuk e di, cili sekt. Vlerim a rejhum grup Unë nuk e di edhe nuk du më në nëzirë për konteksti, se di në cili sekt. Vlerimi po thotë, arrej, e lirojmë studion e Imran. Deshëm që të shumë në vjetë. Vlerim a shkona me marketing. U këthim pas marketingut, popull, shfrytëzën e ujin, se na jena marak, jeton edhe në deti ku shkojmë pa hi pak valës. Shko që me tjerë, po dhe të këthim për marketingut, po na shojnë gjinave? Po ma ki qëta shka hi për njani? Po a vën kofti që ta shu hi shumë vonë. Pa ne këqyri transmitimin nesër njëtë në ko. Në të farë ora, a din më kajtë? 9:45. Sakt. Të djelen edhe të shtonën. Ne shkojmë të shtonën. Që dora se që të bjenë marë për publikë. Po, kështu i bjenë. Nuk e di që i bjenë atje, po kryesorja. Dërim, në shohë, po, a ke po, në deti, unë e sarim shku në Shqipëri, pa po na i vallë se kom lanë. Interesant, në ashtë në zeti. Ja, marak, jena një hi. Reflektan zeti. Kur së pëdim, ja tha emnin që sa në pendushkës, po kja sa pendushka, lësho. Perdushka, Pajdushka. Kja sa pajdushka, që? Kja është tendecushka. Tendec. Ju ka ardhë uje këso. Sile. Ju shkoft një javë e mare e mirë që shtot të kësyje të knu. E nuj. E inshallah ju... E përveç nuj me pas edhe me uj. Thash edhe përveç, deshta me thonë, te kronika avnijut, lusim edhe organet kompetente, edhe ata që kanë mundësi njerëzit mos t'i lënë pa ujë. Mos harroni se në ditën e sotme, Kombët e Bashkuara e kanë fut edhe internetin si e drejtë elementare. Do me thonë uji, ajri, rryma edhe interneti. Do me thonë sepse jemi në kohën në 2025, do me në kohën digitalizimit e ChatGPT-s, e krijimit videove artificiale vetë për të pa kompjuteri njeri së një lanë durët, ka hangër bukë së një lanë durët, regulon një ujin se zgjedhje të vinë shtator, apo menon që ki me shkun që të katune me thonë shiqon dhe të reguloj ujina, nëse më gojnë mua të ajtë, vesh le të më thirë në një kalzej shka du të me ba. A bën një hugarë dhe qëta? Vesh një hugarë dhe që të lema dhe kalzej. Publik, jetoni ka qef këtë pjesën me e tregu ku na gjeni neve për t'i lexuar lajmet me të sakta në Republikën e Maqedonisë? Po, pa tjetër në alsat.mk, më dhënë është website ose portali që shpjetojnë ma indjekon, ma të rejat që ndodhe në vend dhe rajon, mund t'i gjeni në portalin e alsat.mk, brenda për brenda saj, linkohen edhe të gjitha rrjetet sociale si bie fjala YouTube-i, brenda për brenda YouTube-it gjindet edhe emisioni Breaking News, gjindet edhe të gjitha produktet e televizionit Alsat. Mos harroni me vizitu edhe në Facebook
TikTok, Instagram dhe të gjitha rrjetet sociale. Deri në emisionin tjetër. Deri në emisionin 71 dhe është e rëndësishme me cek që ne vazhdojmë edhe gjatë verës me një freski nga emisioni tjetër do të ketë një freski në dizajn dhe në dukje, po Anker. Shihemi në emisionin 71.